që shpirtënore, kur je i thyer, kur je i lodhur, kur je emocionalisht i dorëzuar, ma afër Zotit, a ndëgjohet ma shumë? Tani ke shty me mendu pak në rrugtimin e Muhammed Mustafas a.s. pejgamberit tonë të dashur, për të realizuar misionin të cilin e kishte ngarkuar Zoti Fuqiplot, dhe në njërin prej viteve të tij që në historinë islame njihet edhe si viti i dëshpërimit, i pikëllimit, i demoralizimit, pas vdekjes së bashkëshortës së tij, asaj që e kishte pranuar e para për profet, për të dërguar Muhammedin a.s. Ishte para që e kishte pranuar Islamin, e kishte shkri, e kishte dhënë gjithë pasurinë për Islamin, sepse ka qenë një grua e pasur.